Zonja Dema kësha dosh me fillu me juve, si keni lexu këto gjetje të raportit progresit dhe sa këto gjetje janë të dokumentuara edhe në bazë të dhënave që i posedon AGK-ja? Janë shqetësuese betem pas një diskutim, domethënë gjua denikruse, ambienti i rrezikshëm në cilin punonësit mediale zhvillojnë veprimtarinë e tyre në bazë ditore, vazhdon me mbetë shqetësim shumë i madh, në fakt vazhdon nga viti në vit me u thellu si shqetësim edhe si situatë ndoshta se dia më me qujtë alarmante, po gjendja është jashtëzakonisht e keqe. Tash edhe po përputhen këto të gjetura, raporti përputhet me statistikat, me dhënat, me rastet të cilat i posedon AGK-ja në databazë dhe rastet të cilat i trajton pothuajse në baza ditore. Nëse nuk i trajton në mënyrë zyrtare, gjithsesi flet për to, diskuton për to, takohet me njerëz për to, edhe dim çush është gjendja. Fatkeqësisht po përputhen edhe janë kjo është situata. Tash për me u lidh të mos interesimi, do më thonë, absolutisht, na e dim që pushtetet zakonisht, kushdo qoftë, nuk ka rëndësi cili subjekt politik është në pushtet, por këtë ambient e krijojnë institucionet, grupet e ndryshme të interesit, cilat mund të kenë lidhje të ndryshme me institucione. Edhe tash nëse këta janë fajtor, po e quj, për gjendje në cilën jemi, dhe nuk nuk janë të gatshëm as këto sonte nuk i kemi, do më thonë tregon për seriozitetin me cilën e trajtojnë këtë çështje që është goxha fundamentale për demokracinë e një shteti. Edhe unë absolutisht kisha qenë shumë e lumtur në një farë mënyre, sikur ta kisha pas dikant përballë me diskutu edhe me pas, sepse AGK-ja vazhdimisht thret e ka thirrje të veçantë edhe këtë pjesën e bashkëpunimit në kuptimin e gjetjes së një mënyre qysh mos me qenë ambienti kaq toksik, ambienti kaq denigrues, gjuha e përdorur ndaj mediave dhe gazetarëve është e rrezikshme për të gjithave. Por nuk ka pas një gatishmëri, vazhdon mos me pas vullnet me u përball as privatisht e as publikisht çu shpëndot sonte këtu. Faleminderit shumë. Zë nuk ndalën për të mbrojtur mediat. Çfarë mesazhi po i dërgon Bashkimi Evropian institucioneve tona kur vazhdimisht në këtë raport thekson që no progress. Qyre, kjo puna e raportit progresit është na si shtet kena kontrot me Bashkimin Evropian. E kena nënshkru një kontrot ku ka të drejta dhe obligime. Qyre, kjo një për obligimeve është të liria e shprehjes dhe medias duhet me u respektu. Edhe duhet me ulon edhe njerëz e publiku në përgjithësi edhe gazetarët edhe aktivistat me u shpreh. Dhe kur ata e denigrojnë dikon, kur ata bëjnë shkelje, jënë disa procedura gjyqësore që mundën mund ndjek, mirë që qaj personi cili ka pësu për një shkelje etike ose ligjore të gazetarëve me marrë një farë kompenzim. Kjo është ideja e qësaj marrëdhënies kontraktuale që e kemi na në Bashkimin Evropian. Dhe të e pash parasysh që e kemi qatë kontrat, qeveria aktuale ka bo kërkesë te Bashkimi Evropian dhe ka thonë qëre, na këna lidhë kontrat me juve, po na jena qështë përgatitur me hymbëje, dhe të e pash parasysh që e kemi qatë kontrat, qeveria aktuale ka bo kërkesë te Bashkimi Evropian dhe ka thonë qëre, na këna lidhë siguru që nuk ndodh kërkuj kur gjo veç pse e ka shpreh një mendim. Na që ka kena po në vitin 2025, e që është trendi i gjysmë dekadës së fundit, është që secili person në Kosovë është të vërtet që ka drejt më shpreh, qoftë aktivist, gazetar ose antar i publikut. Po pasojat janë shumë trona. Pasojat janë që para 5 viteve ti ke pas 20 incidente të regjistrume prej AGK-s. Sot i kim mbi 70 ende pa u kry viti. Sepse në momentin kur ti e shpreh mendimin ton, i cili mundet me qenë kritik ndaj pushtetit, mos pajtus, ose e vendosën pa një paregullsi, ti ke me vendet e pakta në Ballkan, që ka guxu me shku qaq larg, pra ma konkretisht qeveria kryeministri Kurti vetëvendosja, që me aprovu një ligj që secili raport ndërkombëtar edhe analizë ndërkombëtare ka thonë është kundër kushtetuese. Pra leti AGK-n, leti aktivistat, se ta krejt janë të punu kundër vendosje tjera,
raportet, analiza ndërkombëtare kanë thonë mos e aprovoni ligjin sepse është kundër kushtetues dhe nuk është në harmoni me Konventin Evropian për Drejtat e Njeriut. Edhe ata e kanë aprovuar dhe gjykata kushtetuese normalisht ta kallzon vendin. Pastaj janë sulmet, është RTK dhe KPM-a që janë të kontrolluar politikisht, jo plotësisht, që mos më hi mos më bo pa drejtësi atyve që me gjitha ato janë të rezistu dhe janë të e mojt pavarësin. Ski borde në të dy institucionet, pra e kite paralizume, flasim do shta ma vonë edhe për çështjen e RTK-s, dhe do me thonë përveç ligjit për KPM-n, gjitha ligjet tjera që o dosh më ndryshu, ligji për RTK-n, ligji për mbrojtjen e burimeve, as nuk jom prek. Pra, çka na kallzon viti 2025, që ashtu që është edhe përmendet në raport, është që qeveria në një renon nuk ka bu asnjë si ka kry detyrat e shtëpisë, asnjë veprim që duhesh me ndërmarr ti për me drejtu shtetin ton në rrugën e BE-s, ata se kanë marrë asnjë drejtim, dhe kundërta kanë bu veprime konkrete që neve na çojnë mbrapa. Pra e përmenda ligjin, sulmet ndaj gazetarëve e tjera, dhe tash u kriju një klimë që shumë më pak njerëz po flasin, sepse nuk janë të gatshëm me çto pasojat marrë sidomos online. Lëvizja vetëvendosje është e specializuar në ngacmimin e gazetarëve dhe të aktivistëve online. Dhe çajo tani përkthehet që ti normalisht nije shumë ma i kufizuar. Jo krejt ndjen çashtu, po efekti është aty. Kështu që çka kena po them në raport është një realitet të cilin na e kemi përjetu gjatë vitit, kemi ngrit shqetësimet tona, vjen shumë mirë që Bashkimi Evropian është shumë i hapur me shoqërinë civile dhe ka marrë krejt komentet tona, sugjerimet tona, të cilat sigurisht nga pushteti përkthehen si ju pe informoni dhe pe prishtni imazhin e Kosovës, pse po i informoni që ata që duhet me informu me çato çka po ndodh. Kështu që është thjesht një realitet të cilin na e hasim, tash e kemi po edhe në raport. Faleminderit shumë. Zonja Aliti, si gazetare, sa keni ndjerë këtë stagnim që theksohet në raport dhe a është gazetaria ma e lehtë apo është ma e vështirë se sa një vit më përpara, se sa 2 vite më përpara? Natyrisht duke qenë në vazhdimsi, në komunikim të vazhdueshëm edhe me politikan, për arsye të punës dhe debateve që zhvillohen, natyrisht që është një hezitim i njerëzve që edhe të flasin edhe në momentin kur janë të cenzuruar ose nuk pajtohen me diçka, por që mendoj që një prej problemeve kryesore është që me ligjin për KPM-n dhe me mediat janë marrë pikërisht deputetët të cilët nuk e njohin fushën e mediave, nuk kanë asnjë uri bazike se si funksionojnë dhe çka do të thotë liria. Do thotë ata e vlerësojmë tashmë pushtetin e vazhdimsi me neve gazetarëve, nuk është se ka qenë shumë i afërt, edhe pushtetet e kaluara, por që këta po harrojnë që po tentojnë dhe po flasin arsyetimet e tyre janë që ne kemi pas qëndrime të tilla dhe gjatë kohës sa kemi qenë në opozitë.